Mbrëmjen e dielës, pas zhvillimit të ndeshjes mes ekipeve të Teuta Basket dhe të Beslidhjes, ndeshje e cila ka përfunduar me rezultatin 113-100 në favor të ekipit mik, mes lojtarëve ka nisur fillimisht një sherrë verbal. Sipas burimeve nga pjesëtarët në këtë ndeshje, kanë qenë disa persona nga soli Beslidhjes që kanë ofenduar njërin prej lojtarëve të ekipit të Teutës, me origjinë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në momentin kur replikat gjakzeta janë shtuar, debatit në ndihmë të kolegut i është bashkangjitur dhe lojtari tjetër amerikan dhe ky debat degradoi deri në konflikt fizik mes palëve. Për të eliminuar përshkallëzimin e situatës së nxehtë që u krijua, kanë ndërhyrë forcat e policisë, të cilët kanë shoqëruar 2 lojtarë amerikanë të Teutës dhe 2 anëtarë të stafit të Beslidhjes. Pasi kanë qëndruar në komisariat dhe kanë dhënë shpjegimet përkatëse për konfliktin e ndodhur, ata janë lënë të lirë. Nga ky konflikt, të 2 lojtarët e Teutës kanë mësuar lëndime fizike dhe janë nështruar ekspertizës mjekoligjore.